Qyteti i Shkodrës vjen të pres turistë të shumt, me gjithë motin e paqëndrueshëm që ka përfshirë rajonin e Shkodrës, sërish në rrugët kryesore ndeshësh me turistë të huaj. Kryesisht turistët gjatë kësaj periudhe janë nga Europa, ndërsa sipas agjensive turistike, vëret një rritje e vizitueshmërisë në krahasim me vitin e kaluar, sa e takon kësaj periudhe. Vizitojnë, sepse ka histori, mendoj, po vim, neve çdo javë vim këtu. Kemi kompaninë tonë që bën sot transferimin e turistëve. Interesi ka rritje në Shkodër, kishat, xhamit, po qashin e vjetër këtu. Këto janë po pikat që vizitojnë. Edhe për turistët, Shkodra është një vend mjaft interesant që vlen të vizitohet. Es ist eine alte Stadt. Rrugët janë interesante, të ndërtua, si ndërtesat janë okej, të mira, disa duhen të ndërtohen, të bëjnë edhe njerëz janë shumë të mirë. Gerichtet werden. Warum sind wir nach Albanien gekommen? Shkodra është interesante. Ajo çfarë më pëlqeu është vizita në xhami. Edhe pse ne jemi katolik, ne hym brenda këtij objekti kulti dhe ishte me të vërtetë bukur. Un kam një shoqe shqiptare në Gjermani dhe i dëshiroja të vizitoja vendin nga ajo vjen. Der Balkan hat uns dann interessiert. Kur jemi në prag të festave të nëntorit, pedonala e qytetit është zbukuruar me flamuj kuqezi, të cilët kanë ngjallur edhe një atmosferë festive në qytet në kuadër të këtyre datave kaq të rëndësishme për vendin tonë.